Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim. Redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur sot të sjellë historinë e një personi të humbur nga Kuksi me emrin Ilir Driza, që regjia do më ndihmoj me pasaportën e tij, një 54 vjeçar nga Kuksi, i cili fatkeqësisht ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij përpara 28 viteve, konkretisht në 20 gusht të vitit 1997, një vit te i vështirë për shqiptarët, por gjurmët e tij të fundit janë nga Gjakova. Ky është Ilir Driza, 54 vjeç sot, nëse është shëndoshë mirë dhe ndodhet diku, në kohën që humbi kontaktet me familjen, ka qenë vetëm 26 vjeç. Ai la pas bashkëshorten e tij të re në atë kohë dhe një djalë 3 vjeç, i cili sot është rritur, është një moshë madhore dhe ka vendosur për herë të parë të vinë në studion e emisionit Pa Gjurmë së bashku me nënën e tij, Aje Driza dhe zonja Aishe Driza. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje Ajet. Përshëndetje. E dashur Aishe, 28 vite që je duke e pritur bashkëshortin dhe deri më sot asnjë lajm, asnjë informacion. Asnjë. Sa vjeç ke qenë kur humbe bashkëshortin? 27 vjeç. 27 vjeç, ndërsa djali 3 vjeç. Djali e ka lënë 3 vjeç. Dhe ti nuk ike nga shtëpia e tij. Vazhdon dhe sot e kësaj dite ta presësh? Me një fjalë 4 vjet martesë. Me Ilirin kam pas. 4 vite martesë dhe më pas ai u zhduk. Po. Ti vendose të rrisje djalin dhe ta prisje. Një javë pa bë 3 vjet, unë 2 javë pa bë 4 vjet. Ka humbur. Me 20 gusht 97-ës. Dhe ajo që jo mua më habit, por ti vazhdon ta presësh dhe nuk mendove të ndaheshe dhe... Ti kam dhënë ata që ashtu në që tash s'jam të e di. Jo, nuk vendose të martoheshe. Ja. Ndërkohë që djali Ajet, Ajet, po. Babajnë tënd besoj ke qenë 3 vjeç dhe nuk e kujton. Po. Vetëm nëpërmjet fotove të tij. Po. Unë e besoj që të dy jeni fort e emocionuar ditën e sotme në këtë studio dhe keni vështirë që të flisni. Do mundohem që ta përcjell sa më qartë sot historinë e Ilir Drizës, këtij 54 vjeçar nga Kuksi që ka humbur kontaktet me familjen, por fillimisht unë dua të prezantoj një material që gazetarja jon Klaudia ka përgatitur për historinë e zhdukjes së Ilir Drizës dhe rikthehemi në studio. Ilir Driza, 54 vjeçari nga Kuksi, udhëtoi drejt Gjakovës me një tjetër person, por humbi gjurmët papritur. Nëna kishte parandjinj të keqe dhe bëri të gjitha tentativat që i biri të mos largohej. Ajo mbylli dyert e shtëpisë që Iliri mos të dilte nga banesa, por ai e gjeti shtegun, u hodh nga dritarja dhe nuk u kthye më. Me Sefer Sadikun, me origjinë nga Gjakova, bashkëudhëtarin e rrugës Pakthim, i kishte lidhur tregtia e armëve në Ballkan gjatë viteve 96-99, ai lë djalin e mitur, i cili nuk e njoh kurrë tatin, dhe bashkëshorten e tij Aishen, e cila me ikjen e bashkëshortit nuk u martua më kurrë. Pak ditë më pas, familjarët bën denoncimin në polici, ku në komisariatin e Gjakovës, bashkëshortja u vu përballë personave të ndaluar. Mes tyre, ajo njohu mikun e Ilirit, me të cilin ai u largua. Gjatë dëshmisë së dhënë para uniformave blu, Sefer Sadiku pranoi se kishte udhëtuar më datën 20 gusht të vitit 1997 me Ilirin dhe se ky i fundit kishte hedhur një granat dore dhe ishte kapur nga policia serbe në kufi. Sipas së njëjtës dëshmi, nuk u raportua për humbje jete dhe as shenja gjaku në vendngjarje, ndaj dyshimet e familjarëve janë tek një arrestim i mundshëm. Kërkimet nga familjarët kanë vijuar edhe më pas pranë policisë së Kosovës, por emri i Ilirit nuk figuron asgjë kundi. Sipas familjes Driza, shtetasi Sefer Sadiku ndodhet pas hekurave në Kosovë, ndërsa nuk kanë mundur më të marrin informacione se çfarë ndodhi mëngjesin e 20 gushtit me zhdukjen e Ilirit. Nëna që parandjeu fatin e të birit ndërroi jetë, ndërsa djalin që e la 4 vjeç dhe bashkëshortja ende qëndrojnë me syt nga dera, me shpresën se Iliri do të shfaqet një ditë.
Kjo është historia e Ilir Drizës dashurmiq, i riu asaj kohe nga Kuksi, i cili u largua drejt Gjakovës me mikun e tij, shqiptar nga Kosova, por fatkeqësisht ai humbi çdo kontakti me familjen dhe prej datës 20 gusht të vitit 1997, familja nuk ka as informacion se çfarë ndodhi me fatin e tij dhe pse u bë një denoncim në atë kohë në polici, u bën kërkime, verifikime, por fatkeqësisht nuk u gjet asnjë gjurmë. Ndërkohë gjatë kohës që po ndiqnim kronikën, ai she, unë nuk dua që të mbaj në studio, duke mësuar për para pak sekondave, që ti vetëm për para 2 jave nuk e qenë mirë me shëndet. Me më falë. Kështu që unë do të përcjell, pa u vënë në siklet, jo, e qartë, do të vazhdoj emisionin me djalin, ai sot është burr, do jetë në kërkim të babait, nuk dua të të mbaj në studio këtu të ngarkoj dhe ty nga ana emocionale, kështu që do vish me mua e dashur, çau, të ulesh në një vend më komod, dikush nga gazetare të më vitë më ndihmoj që ta marri zonjën Aishe, të ulet në hallin e reportit, pasi ajo ka probleme me zemrën dhe unë nuk dua ta mbaj në një studio televizive për minuta të tëra dhe ta ngarkoj nga ana emocionale. U duk qartë që gjendja e saj ishte goxha e rënduar, kështu që do të jem pikërisht me Ajetin në studio, i cili do marrëfej të gjithë të histori. Përpara se të nis intervistën me Ajetin, dua që regjia edhe një herë ta nxjerrë pasaportën e Ilir Drizës nga Kuksi, që ka humbur kontaktet nga Gjakova me familjen e tij që prej gushtit të vitit 1997 e theksoi ka kaluar 28 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ajet, historinë nëna ta ka treguar sigurisht dhe ju e dini se si babai ka humbur. Po, e di. Mund të marrëfeni ditën e sotme në studion e emisionit pa gjurmë, si ka humbur babai? Babai nis për Gjakov. Në Seferia Sadikun. Me një person i cili mbante emrin Sefer Sadikun. Seferia Sadikun, po. Po? Po, nis për Gjakov, ka humbur gjurmë. Ai u nis për Gjakov në një kohë shumë të vështirë, në kohën e luftës. Po, në luftës. Për çfarë u nis në Gjakov? Çfarë ju ka treguar qoftë dhe gjyshja? Gjyshja ka thonë se ka pas kallasha, arma e kështu, ka qenë ka Gjakova bishit. Pra, në 97, kur në Shqipëri u hapën depot e armëve, ka qenë një vit i tmerrshëm në vendin tonë, ti ke qenë vetëm 3 vjeç në atë kohë, babai juaj është marrë me transportin e armëve duke i nisur nga Shqipëria në Kosovë. Nga Shqipëria në Kosovë, po. Pra, atë ditë ai ka pasur me vete armë. Armë, po. Së bashku me shqiptarin nga Kosova, Sefer Sadiku. Po. Kanë britur në Gjakov? Kanë hyrë në Gjakov e kanë humbur gjurmën mësane. Por personi me emrin Sadiku. Seferin e kanë kap, Ilirën si në kanë kap. Shqiptarin nga Kosova e ka kapur policia. Policia, po, kosovare. Po? Në atë kohë. Kurse Ilirën si në kanë kap, të ka ka më shkatë. Por çfarë ka treguar Seferi për babain tuaj? Nuk e di. Ju si familjarë? Seferi ka thonë nuk e ka pasur me vete, ka kanë një tjetër. Seferi ka thonë burg. Atëherë, në atë kohë. E qartë, flasim për vitin 1997. 1997, po. Në momentin që familja juaj, nëna juaj ka bërë denoncimin në polici. Po. Për humbjen e bashkëshortit, pra të babait tuaj. Seferi është kapur nga policia. Kap nga policia Seferi, po. Është kapur, por çfarë ka deklaruar për babain tuaj? Seferi ka thonë e kam lënë Ilirin me një vend e ka humbur gjurmë, se di. Po si ishin ndarë, do me thonë? Në atë kohë, se unë ka kallëzuar, ka thonë ka kap policia serbe. Po pra, policia serbe. Në atë kohë, po. Ka kapur babain tuaj? Babën tem, po. Ka kap policia serbe. Por Seferi si kishte mundur vetë të shpëton? Seferi ka pështu. E ne ka pështu. E kanë kanë t'i vratë të di. Në Ilirin, në Seferi. Se këmë kanë thonë, në atëherë, në atë kohë, a këpëta. Është bërë një interesim në policinë? Po, në Serbe, kena shku në Serbi, në Beograd. Po? Kena qenë në atëherë, po kam ka një volju. E qartë, gjithë ju po tregoni historinë që keni mësuar, që ju kanë treguar për babai. Po, nga gjyshja. Nga gjyshja. Çfarë ju ka treguar gjyshja? Ka thonë se ka kanë Serbi në burg, e kanë liru, e mësane ka ikë për Serbi e ka shku në Gjakov prapë. Që e martu me një Gjakovara, se ligjit kanë thonë që shtonë. Do me thënë, gjyshja ka rritur të zbuloj për të dilin e saj që ai është kapur nga policia serbe, është lënë Ilir, dhe më pas është martuar në Gjakov? Martuar në Gjakov me... Dhe është lidhur me një muzikante? Po, me muzikante, po. Me këngëtare. I bie që nënën tënde ka braktisur dhe ty? Po. Prandaj Aishja e kishte vështirë të flasi për burrin. Për burrin, po. Shto. Historia
që nga E vështirë. shohuse, E që do të vështirë, thotë po, ai vështirë. nuk është i humbur. Jo, nuk ka i Sepse, humbur, ja. Gjithë meraku dhe frika ime si një gazetare, kur marrë përsipër një rast dhe mendoj që do i rikthejmë 1997-ës, kohës së luftës, transportit të armëve, kalimi në Kosovë, arrestimi nga policia sërbe, gjithë një mendja të shkon se ndoshta ai nuk mund të jetoj më, por ju po më tregoni në këtë studio që babai i ka shpëtuar policisë sërbe, pra nuk është vrarë, por ai ka krijuar një tjetër familje. Qështu? E rëndë. Po, e rëndë. E gjithë kjo histori, por uroj të shpresoj që babai juaj të na ndjeki ditën e sotme, nëse ai vërtet jeton në Gjakov. I dashura jetë, kjo gjë të ka lënduar që babai të ka braktisur? Po, ka lënduar shumë. Ti nuk e njeh atë. Një se një. Vetëm nëpërmjet kësaj fotoje? Po, në më fote. Të ka munguar? Po, shumë. Je rritur pa imazhin e ti. Po. Ka qenë nëna ajo që është kujdesur për ty dhe ai nuk u martua kurrë. Jo, se martu. Edhe pse mësoj që burri e tradhoi, ajo vazhdon ta presi. E pret. E dhimbshme, por... E dhimbshme, po. Mirë, do bëjmë një shkëputje, sepse dhe unë sinqerisht u emocionova kur e dëgjova këtë histori, por kalojmë një këshill mjekësore të dashur miq dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po sillim historinë e një shqiptari nga Kuksi, me emrin Ilir Driza, i cili fatkeqësisht u largua dhe humbi kontaktet me familjen, u shpall si humbur, por familja arriti të zbulonte dhe konkretisht nëna e tij se ishte martuar në Gjakov Ilir Driza dhe kishte nisur jetën nga e para, por fatkeqësisht la në Shqipëri një djalë 3 vjeç, ai i cili sot ndodhet me mua në studio dhe është 31 jeni? 30 për 31 vjeç. 31, po. Një djalë i cili është rritur, është bërë burr dhe ka ardhur në një studio televizive për të kërkuar babain e tij sepse është i bindur që ai është gjallë dhe jeton në Gjakov. I dashur, a jetë, por mirë, gjyshja nga e mësoi faktin që i biri i saj, Iliri, ishte martuar në Gjakov, ku ju përmendët dhe emrin e nuses. Po. A martuar në Gjakov. Si e mësoi gjyshja juaj? Si e zbuloi? Gjyshja në atë kohë ka qenë e re. Po. Jeton gjyshja sot? Jo, ka vdek. Fatkeqësisht është larguar nga kjo jetë, po? I kanë thonë qështon, kanë shkuar, ka konë në Serbi, kanë dënu, kanë në Gjakov, e ka martu matë mekë. Nuk besoj që ja ka thënë policia që është martuar. Jo policia, ka thonë prokurori, sërb. Që është martuar? Po, Gjakov. Në Gjakov. Prokurori sërbi ka thonë, po. Ka thonë sërbisht, po ka konë një përkthis aty, i ka thonë shqip. Por gjyshja juaj, e ndjera, si e ka emri nëna e birit? Nagjia. E ndjera Nagjia, shkoj në Gjakov ta kërkonte të birin? Po, shkoj. Arriti të takonte? Po, arriti të takonte. E ka takuar Ilirin? Ka taku Ilirin, po i ka thonë, mirë, jam shtosh, jam i martum, jam, nuk the mo për Kuksi, ka thonë. Ka që ka thonë. Në atë ko, prapë kena marrë në telefon, ja ka thonë numrin, në atëherë, ka konë ere Nagjia atëherë. E i ka thonë numrin, i ka thonë qështon, i ka thonë, po të telefonej, i ka thonë. Atëherë ka pas kartë atëherë, telefonit. E qartë. Po, në atë ko, ka pas kartë atë telefonit. Por a i nuk kishte... Ka folë me ta. Por nuk kishte dhe në asë një shpjegim? Jo, asë një shpjegim, ja. Të kishte lënë 2-3 vjeç? Ka thonë, i martum jam, që ka vjeç jam, një teta. Por gjyshja e ndjera, mbajti kontakte me të biri? Po, majke kontakte. Po që gjithë herë në masë është 12, në telefon. I dashura jetë, ti e i rritur. I rritur. Pse detyrove nënën të futesh sot në studio, kur ajo e di ka historinë që burri saj është martuar? Po. Dhe unë nuk e dija këtë histori se nuk do ta fusja në studio, por mendoja që ai ishte i humbur dhe i zhdukur dhe një grua fatkeqe që kërkon burrin, por ajo që në pyetjen e parë u ndje në siklet dhe po i merreshin mend dhe detyrova ta largoja nga studio. Po. Për e gabim që e morë nënën sot me vete. Po. Ti e djali i Liri dhe ti ke të drejtat e plota ta kërkosh babain. Por ajo është e braktisur nga ai. E braktisur, po. Por gjyshja juaj, e ndjera Nagjia, ka pasur kontakte të mira me nënën tuaj? Po, ka pasur kontakte. E ka respektuar si nuse? Ka respektuar, po, si nuse, po. Sigurisht dhe ty si nip? Po. Por ti, fole me babain ndonjëherë në telefon? Jo, s'kam fole asnjëherë. Ka një volë atë. Gjyshja juaj deri sa vdiq fliste me të birin? Po, fliste me të birin, po. Por ti, kur ka vdekur gjyshja? Gjyshja ka vdekur në 2017.
Po ti në 2017 ke qenë djali i rritur, besoj. Kam qenë i rritur. S'kërkove në njerë gjyshës të t'jepte numrin e babait? Jo, ja, Pse? nuk e di pse, se di. Nuk isha asnjëherë kurios të flisje ti të dëgjoje zërin babait? Ja, E ke pyetur gjyshen për babain? po. Çfarë të thoshte? Po është ai martum, Gjakov, kaq. Një djalë një vajzë, kaq. A ti ke dhe një motor dhe një Po, një vlla? motor një vlla, po, Gjakov. Gjakova nuk është shumë larg Shqipërisë. Sa shumë lak, pa e madhe. Sidomos Gjakova. nga Kuksi. Po, e madhe. Pse nuk e ke marrë guximin të shkosh? Jo, kam shku dikojnë, E ke takuar babain? nëse kam toku babain, Për çfarë? Nuk e ke gjetur? nuk e kam gjetë, ja. E Gjakova e madhe, prandaj. Çfarë viti ke shkuar për të parë në Gjakov të kërkosh babain? Kam shku rreth vitit 2014-2015. Dhe nuk e ke gjetur? Nuk e kam gjetë, ja. Por besoj që Iliri ka motra vëllezër, ke Po, xhaxhallar? po. Por ata kanë kontakte me Ilirin? Ja, ata nuk kanë kontakte. Ja, Pse? Ai fliste vetëm me nënën? vetëm flisin me nanën, po, Por pse me motra dhe vëllezrit jo? kaq. Ju keni kontakte me xhaxhallarët me hallat? Po, kam kontakt, Dhe ata të kanë treguar që Iliri kaq. nuk flet me ta. Ja, nuk flet. I dashur Ajet, dua të pyes që xhaxhai, halla, njerëzit e babait nuk kanë kontakte me Ilirin. Ja. Përse? Se ata e din që ai është gjallë. Ata nuk e falin babain tuaj që braktisi nënën? Ja. Shumë, Ti sot e kërkon, ja, pse? E ke falur që të ka braktisur? kam falë. Kërkon ta takosh? Po, Ke dhe një motër dhe një vlla, po, që janë më të vegjël në moshë se ju. po, mal vogël. Më lejo të bëj një thirrje në këto momente për babain tuaj, Po. nëse është duke na ndjekur, Ilir Driza, i cili është 54 vjeç, nga Kuksi. Ai vërtet është i humbur për djalin e tij Ajetin 30 vjeç, sepse ai nuk ka kontakte me babain, ka qenë vetëm 3 vjeç kur ky i fundit u largua dhe braktisi nënën e tij, Aishen, dhe të birin 3 vjeçar dhe vazhdoi një jetë së re në Gjakov, ku u rimartua me një shqiptare nga Kosova, ka sjellë në jetë një djalë dhe një vajzë dhe nuk e ktheu më kurrë kokën pas për të birin apo edhe për bashkëshorten. Ndërkohë i biri sot kërkon babain të flasin në telefon, ta njohë, kështu që nëse Ilir Driza është duke më ndjekur apo familjar të bashkëshortes së tij shqiptare nga Gjakova, janë të lutur qoftë dhe anonim të lidhen me studion e emisionit Pajgjorëm. Fotot të cilat ne po japim ditën e sotme në ekranin e Report TV janë fotot e Ilirit kur ai ka qenë 26 vjeç, i cili në atë kohë ishte i martuar me Aishe Drizën. Kjo e fundit vazhdon ende të mbajë mbijemin e bashkëshortit dhe pse e mësoi braktisjen nga bashkëshorti, nuk u largua nga shtëpia e tij, vendosi të mos martohej më kurrë, të rriste të birin dhe për hir të birit të futet në një studio televizive për ta kërkuar që djali të njohë baban. Një histori e dhimbshme kjo që trajtuam ditën e sotme. Uroj dhe shpresoj që dikush nga Gjakova është duke na ndjekur transmetimin e sotëm dhe dikush mund të na ndihmojë për informacione për Ilir Drizën, shqiptarin nga Kosova. Kushdo që e njeh, i lutem dhe njerë dashurmish, qoftë dhe anonim, mund të lidhet me redaksinë e emisionit Pajgjurëm. Ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pajgjurëm Report TV. Ndërkohë, i dashur Ajet, unë e kuptoj që ke emocione dhe po, kam emocione, po. e ke të vështirë të flasësh dhe do mundohem ta bëjmë më të lehtë intervistën dhe nuk do të mbaj gjatë në studio. Të ka munguar imazhi i babait dhe nuk e ke njohur kurrë. Nëse ai do të ndiqte sot, Po, do t'i thuash diçka? i them kthehet, Të kthehet të takoj ty, po, po, se duke ditur që ka nisur një tjetër jetë, Po. besoj që ai te nëna juaj nuk mund të kthehet më. më kthehet mo, po, Nëna juaj është një grua e lënduar dhe është një nënë heroin. po, Ajo asnjëherë s'ka folur keq për babaj. ja, asnjëherë. Dhe kjo është e besueshme. E besueshme. Përderisa ajo erdhi në Tiranë, të shoqëroi dhe ishte e gatshme të rrinte afër teje në këtë Po, studio, po. do thotë që të ka arritur me shumë dashuri. Po, Dëshiron të njohësh dhe vllajin dhe motrën, po, por emrat e tyre i di.
gjyshja ti ka treguar, ajo që si quhet vllai dhe motra? Miranda dhe Anila. Dhe Anila. Po. Sa vjeç janë, nëse i di? Anila mund të jetë se 15 vjeç a 16 vjeç. Anila, Po. Driza, se ma bie emrin Miranda Driza. mund të jetë se 12-13 vjeç. 13 vjeç, pra, një motër 15 vjeç me emrin Anila ke dhe një Mirandin 13 vjeç. vllajin Mirandi 13 vjeç. Po, në Gjakov. Nga në Gjakov. Gjakov. Ata nuk kanë shkuar në një shtet tjetër, po jetojnë në Gjakov? Gjakov. Ju jeni sigurt që jetojnë në Gjakov? Gjakov. Kaq. Dhe ma më dhimsesh që ke udhëtuar drejt Gjakovës, e ke kërkuar, por si e kërkove? Shkove në kërku. Gjakov, pyete? Po, pyeta. Gjakov. Ka zotën, kaç. Askush nuk e njinte. Ja. Shkove pasi gjyshja vdiq? Po, shkova. Por numrin që gjyshja kishte, askush nuk e pati më atë numër telefoni? Ja. Ja. Motra dhe vëllezërit e Ilirit nuk e kërkojnë të vllajin. Askush nuk e kërkon? Ja, askush e kërkojnë, vetëm më kërkoj. E qartë, dhe ajo që ka patur kontakte ndër vite me Ilirin në Gjakov ka qenë vetëm nëna e tij. Nëna ti, po. Dhe pas vdekjes së saj, le të themi ai shkëputi përgjithmonë kontaktet ka me Shqipërinë. kontaktet, po. Unë uroj dhe shpresoj që ai të jetë në Gjakov dhe të na ndjeki, por edhe nëse është larguar nga Gjakova, mund të ketë shkuar në një vend tjetër të Europës dhe jeton, uroj të na ndjeki, të marrë guximin, të reagojë, se mbi të gjitha ti e djali i tij. Po. E di. Unë uroj, japim lajme të mira në ditët në vijim dhe shpresoj që të realizohet ajo ëndër ta njohësh babain tënd. E di. Kështu që të falenderoj dashura jetë që të pata sot në studio. Nëna është duke të pritur jashtë, prandaj nuk do të mbaj gjatë sot në studio. Dhe shpresoj që herës tjetër kur të telefonojmë të japim lajme të mira, pikërisht për babain tënd. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, do qëndrosh aty, do të përcjell unë sepse do kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë në studio. Mirë, jemi rikthyer në studio dashumish dhe në këto minutat që na kanë mbetur do fokusohemi tek dy persona të humbur që të dy janë nga qyteti i Përmetit, në fakt, në një rrugë të famshme që kanë humbur rreth 5 persona në kohë të ndryshme në Përmet. Ne jemi lidhur me familje dhe dy raste prej tyre, i kemi patur në studion e emisionit pa gjurmë dhe unë dua t'i sjell sot në fokus ditën e sotme me shpresën që mund të zbardhet kjo e vërtet kaq misterioze për qytetin e Përmetit. Agron Çumani është një 66 vjeçar nga Përmeti, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen nëntorin e këtij viti dhe konkretisht në 4 nëntor. Ka kaluar më shumë se një muaj dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e 66 vjeçarit, i cili u pa për herë të fundit në dalje të qytetit të Përmetit, afër lumit Vjos, dhe ato janë gjurmët e fundit. Dhe më pas nuk dihet drejtimi i tij ngelet i paditur, dhe pse dyshohet se ndoshta mund të ketë ndodhur diçka pikërisht në atë lum të rrëmbyshëm në ato ditë nëntori ku ka patur dhe rreshje të mëdha, pra flasim për lumin Vjos, por gjithsesi banorët dyshojnë se ndoshta një person me probleme shëndetit mendor, fshati ngjitur, mund të ketë lidhje, mund të ketë gisht në zhdukjen e 5 qytetarëve në qytetin e Përmetit, ku njëri prej tyre mund të jetë dhe Agron Çumani, por ende nuk dihet e vërteta. Unë dua të prezantoj një kronikë që ne kemi përgatitur për 66 vjeçarin, kur dhe bashortja e tij ka qenë në një lidhje direkte nga Përmeti dhe ka treguar, ka rrëfyer momentet e fundit të bashortit të saj. E ndjekim këtë kronikë dhe rikthehemi. Një tjetër zhdukje e paqartë po trazon fshatin Leshic të Përmetit, duke rikthyer në vëmendje një sër ngjarjesh të frikshme që kanë ndodhur 2 vite në atë zonë. 66 vjeçari Agron Çumani është zhdukur pa gjurmë që prej pasdites së 4 nëntorit, duke u bërë personi i tretë që humbet pa lënë asnjë shenjë në segmentin e vjetër të rrugës Përmet-Leshic. Pamjet e një kamere sigurie kanë regjistruar për herë të fundit Çumanin, teksa ecte qetësisht me një thes në duar, vetëm pak çaste përpara se të zhdukej. Prej asaj dite, familjarët dhe policia kanë nisur kërkimet që janë nxjerruar deri në afërsitë të kufirit me Greqinë, por pa asnjë rezultat. Bashkëshortja e tij Florida Çumani rrëfen se ai kishte dalë për të kryer disa analiza mjekësore, por nuk është kthyer më. Patja çoi analizën, erdhi në shtëpi. U kthye, ëngrë mëngjesin për një orë do vete ta marta. Iku edhe më nuk u kthye.
Bashkëshortja shpreh se Agron Çumani vuante nga skleroza, por jo në atë shkallë të mos ishte i vetëdijshëm për veprimet e tij. Se lezëm pak skleroza, po ja aq shumë që ato fluturon dhe muaj një atë ditë. Edhe këtë herë, banorët përjashtojnë mundësinë që 66 vjeçari të jetë marrë nga rrjedha e lumit Vjos, pasi lumejt e zonës s'kan asnjë histori përmbytjeje apo rrëmbimi trupash pa gjurmë. Kjo vetëm sa shton dyshimet se në atë segment mund të ekzistojë një rrezik i panjohur, i pashpjeguar, i cili ndër vite ka shkaktuar zhdukje enigmatike. Familjarët bëjnë thirrje publike për të gjithë ata që mund të kenë informacion të lajmërojnë familjen e të moshuarit. Kjo është historia e Agron Çumani dashurmiq, kështu ai ka humbur kontaktet me familjen, u nis drejt poliklinikës për të marrë përgjigjen e analizave dhe nuk u kthye më në banesë. Unë bëj thirrje gjithë qytetarëve të këtij qyteti, kushdo që e ka parë pikërisht 66 vjeçarin me emrin Agron Çumani, mund të na ndihmojë me informacione, kushdo mund të telefonojë, unë vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Mirë, do të shkëputemi në këto momente për të kaluar në një këshill tjetër mjekësore, do të flas për prostatolin, i cili është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi rikthyer në studio dashurmiq dhe do të ngelemi sërish në qytetin e Përmetit, do të flasim për zhdukjen e 34 vjeçarit Arnold Shkoza, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij në 31 korrik të vitit 2022 nga Përmeti. Një histori që është trajtuar gjatë në studion e emisionit pa gjurmë, nëna vllai i tij kanë qenë në studion ton, ka kërkuar ndihmë për gjetjen e Arnold Shkozaj, ky 34 vjeçar i cili u zhduk në rrethana misterioze mëngjesin e 31 korrikut. Duhet theksuar se Arnold Shkozaj ka patur probleme të shëtetit të tij mendor dhe mëngjesin e 31 korrikut të vitit 2022 ai ka dalë nga shtëpia dhe ka shkuar te fqinja dhe ka humbur gjurmët nga oborri i saj. Dhe pse familjarët gjithnjë kanë akuzuar fqinjen se mund të ketë gisht në zhdukjen e djalit, kjo e fundit ka patur guximin të vinë në studion ton të përballet me familjarët dhe tregojë se nuk ka gisht në humbjen e Arnold Shkozaj. Por kush është historia? Çfarë kanë treguar familjarët në studion e pa gjurmë? Ndjekim të material dhe rikthehemi. Arnold Shkoza jetonte me babain dhe nënën në fshatin Topojan të Përmetit. Ai është i sëmur, ka vështirësi në të folur dhe në të shprehur, doli nga shtëpia më 31 korrik 2022 në orën 8 të mëngjesit, pa i treguar gjë askujt. Për herë të fundit ka qenë në shtëpinë e Valbona Tartarit, e cila ndodhet po në fshat, 5-6 minuta larg shtëpisë së Arnoldit. Si çdo herë tjetër, 34 vjeçari kishte shkuar te shtëpia e saj, pasi i pëlqenin makinat që ajo kishte. Ndryshe nga herët e tjera, ajo nuk i kishte treguar familjes së Arnoldi, ndodhej te shtëpia e saj, ku ajo banonte me vjerën, 2 fëmijët dhe burrin. Valbona e kishte përcjell në orën 8:30 në ish fushën e futbollit në Pojan dhe më pas është larguar pa njoftuar askënd, duke e lënë kështu vetëm 34 vjeçarin. Familjarët ka bërë denoncim në polici dhe kanë bërë kërkime në mënyrë private, po deri tani asgjë. Dëshmia e zonjës në fjalë është: djali ishte te shtëpia ime, e kam marrën për dore dhe kam lënë në ish fushën e futbollit në Pojan në orën 8:30 dhe ika se kisha punë në shtëpinë time. Në momentin që familjarët e Arnoldit e kanë pyetur Valbonën, kjo e fundit nuk ka pranuar të përgjigjet, por më pas ka dhënë versionin e saj. Pojani është një fshat që pothuajse nuk ka banor fare, vetëm 5 familje banojnë në këtë fshat. Kjo është hera e parë për Arnoldin që largohet në këtë mënyrë. Ditën që u largua, ka patur të veshur një paltuta blu të errët dhe një bluzë të bardhë, është i gjatë afërsisht 2 metra. Kjo është historia e Arnold Shkozaj dashurmiq, u bëj thirrje edhe për këtë 34 vjeçar, kushdo që ka informacion, kushdo që e ka parë qoftë anonim, të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, pasi prej datës 31 korrik të vitit 2022, familja Shkoza nuk ka as informacion për djalin e tyre Arnoldin, 34 vjeç, i cili është zhdukur në rrethana misterioze dhe mbi të gjitha atë ditë ka qenë ditë pazari në zonën ku ata jetonin, ka pasur shumë njerëz atë ditë në qytet, por fatkeqësisht askush nuk e pa 31 vjeçarin e asaj ai u zhduk dhe humbi kontaktet. Urojmë dhe shpresojmë që të zbulohet e vërteta jo vetëm me Arnold Shkozaj, por dhe personave të tjerë nga Përmeti, të cilët janë zhdukur brenda një harku kohor prej 5 viteve.
5 qytetar në përmet dhe ngelet misterioze ku shumë banor nga përmeti janë lidhur me redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë dhe japin versione të ndryshme dyshimet që kanë. Urojmë të zbulohet kjo e vërtet dhe mos ketë më humbje, jo vetëm në përmet, por në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit, ne bashkë do ritakojmë sërish, ju e dini që Pa i Gjurmë vjen çdo ditë live nga Hana të Premte, ora 16 këtu në ekranin e Report TV-s. Bashkë mirupafshim.